Dhe tash ne jemi në një fushat zgjedhore, fushatën zgjedhore unë tash dhe më herët jemi një parafushat LDK-ja të e bo, e ka bu një parafushat jashtëzakonisht fuqishme. Antarësia e LDK-s që e ka votu Vjosa Osmani janë këthy të gjithë, janë met një 15 vetë që i ka shti në listën Guxha, dhe aty tjetër sen nuk ka. Krejt lista Guxha një autobusgjën se ka. E pse ke thonë, dhe me thonë që Albin Kurti e thonë edhe më herët që është në një farfur me shtytës apo përdor teknikat e shtytjes për vllarrosjen në Drenicë? Unë thash edhe më herët edhe po them prapë. Se s'dia e dini kur u dënuan Versi Kiraqa nuk u dënuan për vrasje, për shtytje. E vërtet. Po ai u dënu 30 vjet ndërsa vrasi u dënu 35 vjet. Dhe unë nuk po du me pragjyku, po nëse ato çka unë ne kam parandjenja që janë, që i kam të mjetë, Albin Kurti është një pishtytëve një problemi që mund të ndodhë në Kosovë dhe ajde të kthehet bumerang ati edhe jo neve. Po kështë raportet me Sabit Gjesin, që qëndrojnë tash basakon? Raportet, Sabit Gjesin që shkën kopi fillimi, s'ka ndryshu. S'ka posa më ndryshu, raportet e tila, janë kota tila, Sabiti është i Sheremetit, unë jam i Ademit, a i ka punën, vetë në kam punën. Po, kush e rihem? Jem kushëri pak më të lartë, po jem kushëri, nuk kam thosë në herë, po na jem kabile e baraktarve e në domas, që jem baraktar të Laush, ata janë... Po në një farë interviste nëse s'gabojnë në presingë, kështë përmen dikun që keni nejtë me to, do më thonë gjatë luftës, a? Gjatë luftës edhe pas luftës. Po, a? Se dhe që akun i farë karatis dhe akun ma i vjetër se na? Tonë kohën kem nejtë me to, edhe kur i morë për Gjermania, unë i kom pru, mi kanë dhonë një 3700 marka, mendje që ja kom qua Osman Gecit një 800 marka, se nuk më ljaushin, ata së të thëshin më smëshku as të Ademi. Kush të lauke? Po ju në konta një këta erdhen këta OMLK-ja që e në orë të Ademi, organizata mars. Ja, OMLK-ja. Po. Fillim ju në konë OMLK. Mas në nejnë bo LPRK, mas në nejnë bo LPK, mas në nejnë bo shtobi për gjithë shumë që kësë, mas në nejnë bo PPDK, ta një bo PDK. Ta një në met një pjesë e OMLK-s që ju në konë një met jashtë, shtobit për gjithë shumë të që kësë, e ju në bo leveve. Pra ndaj unë thëmë këta e një brumë, vish këta këtë brumi jo me lëkës që jënë konë jënë metë atje, jënë dollë s'kinë tash zvoni dhe jënë njëjtit. Kanë një vi politike, jënë të njëjtit, jënë të majtë dhe Lija Demokratike është e djatë, është partije presidenti Rugova, është me program djatë, është vetëm partije regjistruar në Parti Popullore Evropiane, këtoj gjithë votuesit e djatë shqiptarë në Republikën e Kosovës që të votojnë Lija Demokratike. Për të treshit dhjetë e apun, po Lija Demokratike edhe nëse votohet Lija Demokratike, heq nuk është vërtet më rëndësi për të treshit. Da di pse se janë djatë. Bravo. A është në vërtet që një person ka desh të më thonë kishe me ndërmecu me arrit pajtimin ndërme dy familje? Po, unë nuk e kam më problem. Arber Gashi, unë e kam shok edhe për parasaj me u pakzu. Apo më thënë, edhe a i ka orë të na, edhe ka orë dhe mas ju pakzu, po orëbre mas pakzimi nuk u bëma shqiptarës e që ka qenë. Njëjtë, shqiptarës si kur ka qenë, atëre para pakzimit, si kur ta që... Që këmë meritan durat e vitjet moha. Prandaj, unë do më thonë e kam pritë si atëre si tash. A e ko amin, orëber, vetë fjolla orëber, t'jem me kuptu mas shumë ti, do më thonë, ko dikush që e ko amin Hasan, a e ko orëber. Po, e qka a e ka orë, do më thonë? Edhe ka orë dhe unë i këmë thosh ka fëllë. Se kom me folë s'ka problem, falë me këndush, edhe hajdu të na kush duhet me folë. Na nuk jemi kunder pajtimit, kunder afrimit me njëzë. Bravo. Na jemi për afrimin me gjithë vërtetën. E vërteta duhet gjithë ku do që jo, në punë pusit këtë me ndjerë. Jo, që ta është dolmi edhe shpikojme edhe mje se që shka orë deri të pasujet që i ke posë, po para se me dole aty, burgin e ke mojtë bashkë me Hoxhë Shevqet Krasniqi? Me Hoxhën një më konë 2014 një dhumë. E të ka shti me lezu Kuronën, a? Jo, tha lexoj Kuronën, nëse nuk e lexoj Kuronën nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po, se kom lexu Kuronën, po bima një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora, aty po shkrujke Zoti i madhreshëm, i gjithë me shershëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, a është Zoti i madhreshëm? Po. A unë gjithë me shershëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Ta shumë, që për i përzijesh zotit? Bravo! Përzijesh zotit, a i pidi ka tanë, a i pidi ka krejtë, që du përshkru. E vërdet, dhe shka tha shefëgjit i të në? Jo, tha, këto e ki mirë.
Thavi du të mi lexu krejt. Fillova unë me lexu krejt, edhe kom lexu, dhe më thonë, po është një libër, Kurani është një libër jashtëzakonisht e fuqishme, jashtëzakonisht për besimtar të musliman, edhe unë e kam emrin nga ne, po unë jam shqiptar. Po djemtë e mi, unë e kam emrin pe fillimi, Mariguna me e modhja. Rilend, Valdren, Valën, Arblind. Nga Gane, i kam bo këtë emra shqip. Ako gjuma taksirat, për shemull, se mi pos emrin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. S'ko. Taksirat, nuk e di dëmë thonë. Ati emrin transcendral? Po, dëmë thonë, unë e kom bo emrin pej musliman shqip. E kom qitë emrat e mi, edhe tonë janë musliman, minja mi. Po emrat e ka shqip. Nuk diskutuar e po. Tash, nëse fëmija mi janë gjesin mive dhe emrat Amar, Magar, qaj bjen kja? Kusheq. E ti dëma unë ti qëndroj pas ako unë emrin për? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajt miliardat e botës me midhon nuk e ndroj. Pas fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kumbo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen dhe me unë nuk e kum gjetë. Po, një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djeg, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më dhënë, gjitha vorët që kanë qenë ma herët janë hup, s'ka më gjurën, i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë me këshyrë dhe ku përshkujna, ku mujna me mrim ropa. Për shemull, unë kam emnin nga ne, baba jeme ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe kom marrë deri në fund me gjetë një farë sakaku në kullës. Dhe më thonë edhe i kom vedu në ata bletun, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atëre. Edhe ka në ka posë djole e kulla një pepen, të shna ka ku bitë e pep kullës. Dhe të tëtë na pas kem qenë besimtar të fesë katolike. E vërtet? Po, unë edhe ti, apo flasëm shqip? Po, pra. Qa për në lidhë? Me orbrin. Gjua, kumbi, gjokë. Qa për në lidhë me tumen, për shambull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po në lidhë në gjua jonë. S'ka fjallë. Nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua o para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë vesh ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata e në ko greke, se kanë folë greke, këta e kanë folë sërbisht e një ko sërbë. Ne e kemë folë shqipe, e më ko shqiptar, ose i lirë. Dhe tash, me si përna lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme se për para se me shku në gjami, njeri mësot me full shqip. Nuk, është e pa diskutueshme kjo. Për s'ka fjallë.